Që i akuzuari Nagi Krasniqi në atë kohë në cilësinë e personit zyrtar, ky është shef i korporatës energjetike të Kosovës, prej datës 17/11/2022 deri me datën 27 janar të vitit 2023, natyrisht në bashkëlyerje edhe me tani të pandehurin Ymer Dragusha, i cili e ka pranuar fajësinë, kanë keq përdorur detyrën zyrtare në atë mënyrë që duke shkelur të gjitha rregullat e ligjit të prokurimit publik, kanë lidhur marrëveshje me operatorin ekonomik Litvin S.A., ashtu që gjatë zbatimit të kësaj procedure të tenderimit u kanë shkaktu dëm operatorëve të tjerë, që do të thotë se u kanë kufizu barazin e tyre në një aktivitet ekonomik, e në anën tjetër krejt kjo me qëllim që t'i mundsohet përfitimi pasuror i kompanisë në fjalë në mënyrë të kundërligjshme, duke shkelur të gjitha rregullat e ligjit të prokurimit publik. Në përgjithësi, këtu është zhvilluar një veprimtari paraprake në formë të një mirëbesimi mes dy të akuzuarve. Dhe për një kohë relativisht të gjatë, i akuzuari Nagi Krasniqi kërkonte udhëzime, këshilla, referenca dhe mënyra të tjera të veprimit në raport me pjesën profesionale të punës së korporatës energjetike, kur sidomos kishte të bënte me projekte energjetike dhe tenderime në raport me energji, dhe që të gjitha këto kërkesa i drejtoheshin të akuzuarit Isu Zena pa pasur parapraktisht asnjë lloj kontrate apo asnjë lloj autorizimi ligjor që nga palët e treta të merrte udhëzim, konsultime, udhëzime, dhe Prokuroria Speciale konsideron se ka prova të mjaftueshme se komunikimet mes të akuzuarit Nagi Krasniqi dhe disa nga zyrtarët e partisë në pushtet vetëvendosje, në përgjithësi e në veçanti me Dejona Mihalin si përfaqësuese e partisë ose nuk di çfarë funksioni mund të ketë, person jo zyrtar, kishte komunikime të shpeshta dhe jo vetëm kaq, por i akuzuari Nagi Krasniqi i dërgonte referenca, projekte të ndryshme për të cilat do duhet vendoste më vonë, e për të cilat e njëjta në mënyrë të kundërligjshme ishte mveshur me autorizim nga i akuzuari që të jepte opinione, madje në disa raste edhe të vendoste për to. Ky rast që ka bërë prokuroria, sipas bindjes time është një rast të montuar. Me aktin e arrestimit tim dhe mbajtjes në parapërkim prej 5 muajve, në fakt ka bërë dënimin pa bërë gjykim. Për mua shumë e çuditshme është se prokuroria me një anë më pajson për lidhjen e kontratës dhe në anën tjetër poshtë më pajson për mos lidhjen e kontratës. Që nuk mund të ketë për të njëjtin veprim në të dy anët të jesh fajtor. Prokuroria thotë se ka bler rrym për shkak të mos operimit të bllokut, që është komplet e pavërtetë, sepse blerjen e energjisë ka bërë kesk dhe jo kim. Në asnjë rast nuk ka pasur asnjë përfitim personal nga unë, as nuk ka pasur asnjë përfitim për ndonjë palë të tretë.
E të sjellë prokuroria kanë hetuar gjitha llogaritë e mia të familjes time, dafme të mi. S'ka gjetur asnjë cent, asnjë për ndonjë keq përdorje. Por ata e dinë sepse e kanë bërë. Prokuroria nuk e ka asnjë ekspertizë për vlerësimin e çështjeve të prokurimit. Nga dëshmitë që të dëgjohen në këtë procedurë, duke përfshirë dhe ekspertizën cilën e ka urdhëruar mbrojtja, e cilën prokuroria nuk e ka lejuar gjatë fazës së hetimit. Dhe kjo dokumentohet në shkresat e këmbës. Do të thotë se veprimet e prokurimit kanë qenë të bazuara në ligjin e prokurimit publik. Dhe se pretendimet e prokurorisë sa i përket shkeljes të ligjit të prokurimit publik nuk janë të bazuara. Nga gjitha këto kontrata, prokuroria ka vendosur që vëmendjen t'ja kushtoj një kontrate në vlerë prej 60.000 euro. Mirë po, ajo që nuk thuhet në akt akuze që është e rëndësishme të sqarohet, është fakti se Keku edhe pas kësaj kontrate ka lidhur kontrata për shërbime ligjore të ngjashme me procedurë të negociuar, të cilat kanë vlerë 11 më të madhe se sa kjo për të cilën ne akuzohemi sot. Keku asnjë cent se ka pagu për atë kontratë, kompania RZZ, aksionari i cilës është Isuzena, asnjë cent se ka përfituar për asaj kontratë.